detyrim që është kriju, për cilin unë do ta bëj betejën deri në fund për mos me i humb ato para. Shpjegoj minus, kushdo që e merr komunën 2026-ën i ka so 70 milion, so e borxhi. Në 5 kontratat që i kemi llogaritnë të lidhuna me problematika të ndryshme ligjore, procedurale të tjera janë të paktën 60 milion euro vlerë, po ka dhe shumë të tjera, të cilat një pjesë e madhe e tyre për shembull janë shpenzu, është arkitekti i kryeqytetit. Bile aty puna ka mri dhe në pikën që ata dostat e kryetarit tash e kishin çuar në përmbarim, e kishin çu kryetarin e tyre. E di që ka shumë të lashe, e di që po ma lën komunën me shumë gropa edhe fizike në për qytet, po edhe financiare, po kjo është hera e fundit që unë flas për çish po ma lën komunën. Kur e marr detyrën, mandej është përgjegjësia jemja për me i zgjidh ato pa ankesa, pa justifikime, sepse kjo është çfarë pritet për kryetarit të komunës, me i kry punë. Që kjo çka jemi ka hupim kohë të folë për borxhe që janë përmi 60 milion jenë, herën e mram që e kom këshyrë. Nuk ka me u përdor asë një herë, po thoni, si justifikim në momentin që nëse fitoni, me thone ko marrë me borxhe edhe për qëta si janë kry punët.